Rikthehet në New York më 4 maj panajiri shqiptar Gjesh Kastrioti Skënderbeu. Diaspora shqiptare në Shtetet e Bashkuara do ketë sërish mundësi të festojë kulturën dhe traditat kombëtare në panajirin e përvitshëm Gjesh Kastrioti Skënderbeu Street Fair, i cili këtë vit do zhvillohet më 4 maj. Ngjarja tashmë në edicionin e saj 4 premton një ditë të mbushur me argëtim për të gjithë moshat, ku do ketë muzikë, valle, ushqim tradicional shqiptar, lojra me shumë surpriza të tjera. Festivali organizohet me qëllim promovimit, forcimit të lidhjeve mes komunitetit shqiptar në Shtetet e Bashkuara, duke krijuar një atmosferë festive dhe gjithëpërfshirëse. Organizatori i panajirit, Mark Gjonaj, ka bërë thirrje për sponsor dhe bizneset të interesuara për të marrë pjesë në stenda apo për të vendosur reklamën e buletinit për pjesëmarrje. Sponsorizime apo reklamim në panajir mund të kontaktojnë në informacionet e botuar në leaflet.